Banka Raiffeisen në Tiranë dyshohet se ka ndihmuar Bankers Petroleum të fshihte fondet e saj përmes një skeme të qëllimshme financiare, me synimin që shteti dhe kreditorët e tjerë privat të mos arrinin të arkëtonin detyrimet e papaguara të kompanisë me pronësi kineze. Ky skandal serioz, tashmë pjesë e hetimeve të SPAK, implikon edhe një prej bankave më të mëdha në vend si bashkëpunëtore në një mekanizëm që synonte zhdukjen e të ardhurave nga nafta shqiptare, duke lënë pas një barë të rënd borxhesh. Për shkak të detyrimeve të shumta financiare, Bankers Petroleum nuk mund të përdorte llogaritë e saj bankare në Shqipëri, pasi çdo fond do të sekuestrojë menjëherë nga tatimet ose kreditorët. Në këtë situatë, Bankers dhe Raiffeisen ndërtuan një skem të sofistikuar përmes hapjes së një overdrafti bankar. Kompania kryente pagesa duke përdorur overdraftin dhe më pas e mbulonte shumën e shpenzuar me transferta nga llogaritë jashtë vendit, duke u kujdesur që overdrafti të mos rezultonte kurrë pozitiv. Me një limit prej $9 milion, kjo skem i lejonte Bankers të vepronte lirshëm pa rrezik bllokimi. Duke qenë se overdrafti konsiderohet borxh i bankës, ligji nuk lejon ekzekutimin e tij. Megjithatë, skema u evidentua nga përmbaruesit, të cilët paralajmëruan Raiffeisen për shkelje ligjore dhe përgjegjësi penale. Pavarësisht kësaj, praktika vijoi për një kohë të gjatë, derisa overdrafti u mbyll pas shpërthimit të çështjes së gjobës €120 milion nga doganat.